Shumica e degëve dhe nëndegëve të lidhjes demokratike të Kosovës janë ndarë në grupe. Njëjtë si në Gjakov e në disa lagje të Prishtinës, procesi i brendshëm zgjedhor nuk nisi mbar as në Podujev. Kuvendi i zgjedhjeve të brendshme që ishte parapar të mbajë në shkollën Enver Maloku ishte ndërprer për shkak të numrit të madh të simpatizantëve të partisë, kështu të paktën thonë zyrtar të komunës. Në një kuvend është ndërprer, faktikisht nuk është ndërprer, po para se me fillu punimet, është dashur me marrë një vendim, me shty për një ditë tjetër, për arsye se numri i pjesëmarrësve ka qenë tepër i madh, kanë qenë afër 300 anëtarë të LDK-s. Në një video amatore, shihet qartë ollovia që ishte krijuar në korridorët e kësaj shkolle. Por krejt kjo, thuhet se ndodhi pas mbërritjes në kuvend zgjedhor të Nazmi Halimit, i cili thotë se nuk ishte mirëpritur nga krerët e degës. Për çudi pjesëmarrja ime u duk që ata aktivistët komunal i shqetësoj në mënyrë të parësyeshme, sepse ishte një tubim dinjitoz, një tubim shumë masiv, dhe me siguri që shqetësimet e tyre ishin aty që diçka u prishën matematikat e tyre zgjedhore të disa personave që janë mësuar që të mbajnë tubimet të ngushta të kufizuara të LDK-s dhe pozitat të delegues ose pozitat zgjedhore të ndajnë në mes të grupacioneve të vogla. E Agim Veliu thotë se Nazmi Halimi as që është antar i LDK-s. Nazmi Halimi në LDK në Podujev nuk paraqet kur gjë. Nazmi Halimi nuk është fundja antar i LDK-s fare, edhe nëse ai mendon me ardhë me agjendat të paracaktuara apo me detyrat të caktuara, ai duhet me ditë që në Podujev nuk ka mundësi. Ndërkaq Halimi kujton vitin 2010 kur kishte aderuar në LDK dhe se Samir ishte pritur nga Agim Veliu. Me siguri ai ka harruar ose nuk i kujtohet ai moment për shkak të obligimeve tjera ose për shkak të disa pikpamjeve që për mendimin tim janë shumë befasuese, shumë të çuditshme se si kryetari i degës sillet ndaj antarësisë së vet. Procesi i brendshëm i zgjedhjeve në degën e qendrës së LDK-s në Podujev është shtyrë për një kohë të pacaktuar, derisa të sigurohet hapësirë më e madhe. Te lashë LDK-ja pati edhe më në degën e Topanës në